Ka nisur rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Marigo Posio, një investim i rëndësishëm i Bashkisë së Vlorës në funksion të përmirësimit të infrastrukturës arsimore dhe rritjes së cilësisë së procesit mësimor. Sot në mjediset e shkollës ka qenë vetë kreu i Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini dhe nënkryetaria e Bashkisë Renato Shkallari. Projekti sipas bashkisë synon krijimin e kushteve bashkëkohore për zhvillimin e mësimit duke garantuar ambiente më të sigurta, funksionale dhe komode për nxënësit dhe stafin arsimor. Rikonstruksioni përfshin ndërhyrje të plotë në godin, përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare, sistemimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme, si dhe rritjen e standardeve të sigurisë. Sipas bashkisë, investimet në arsim mbeten prioritet pasi përfaqësojnë një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe komunitetin, ndërsa projekte të tilla kontribuojnë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së arsimit dhe krijimin e një mjedisi motivues për nxënje dhe mësimdhënie.